Korrupsioni ka një vlerë. Çfarë vlerë ka korrupsioni? Shpërndan para në ekonomitë lokale, fuqizon borgjezinë vendase. Po. Ti je kryetar bashkie në Itali dhe do bësh një tender, do vjedhësh apo jo? Po. Që të vjedhësh ti do ndash. Dikush do e marrë tenderin, dikush do japi këtu, po të gjithë janë lokal. Bashkimi Evropian çfarë bënte? Nga ishte drejtën këtyre, gjithë vetë ishin lojë. Diku tjetër bësh tenderin në mënyrë virtuale, me kosto 3-4 fish më të lartë. Ndërkohë që këtu të ardhurat bishin 3-4 herë më poshtë, dhe hajtë mos rënohej si Bashkimi Sovjetik dikur. Pra Bashkimi Evropian është këtu një bashkim. Siç po ndodh Shqipëria valla. Atëherë vim Shqipëri. Ëndra e Bashkimit Evropian që mban Rama është fuqia e tij përballë gjithë homoseksualëve të Europës. Jo. Unë mendoj. Është mafia velvet që është mbrapa Ramës. Unë mendoj një gjë tjetër apo. Unë mendoj vetëm një gjë vëlla që është e vetmja ëndër që mund të shesi që s'është konsumuar akoma nga erozioni i historisë. Po, sepse është pra ka qenë në 90-ën është ëndër. Shqipëria si Europa dhe ky zog Qyqeje, kryetari i zogjve Qyqes në Shqipëri, po shet ëndrën që është e vetmja ëndër akoma e padjegur e shqiptarëve. Jemi kapur në 91-shin. Shumë e drejtë. Por këta nuk e harrojnë, më thënë, shqiptarët e kanë harruar që ajo lloj ëndre është vrarë që në atë lloj protesta. Shumë e drejtë me ty jam plotësisht.